Këto pamje tregojnë pasojat e shpërthimit të një bombole gazi pranë një byrektore në lagjen Beslidhja në qytetin e Lezhës në orët e mbrëmjes të së dielës. Shpërthimi i fortë shkaktoi panik mes banorëve, por fatmirësisht nuk pati të plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Dëmtime posuan të paktën 4 biznese aty pranë, 3 të tjera përballë, 5 automjete, si dhe fasada e disa apartamenteve përreth. Pronarët e bizneseve flasin për miliona lek humbje. Veç pasadet e tona shkojnë 5.000 euro, pa marrë, pa... Për dame janë të pallogaritshme, vetëm shpresojmë që dikush do i shohë me atë synin tamam të humanizmit që na ngrin edhe një herë. Për momentin që na rat. Rastet e përsëritura të shpërthimeve të bombulave të gazit kanë ngritur dyshime për standardet e sigurisë, ndaj kërkohet më shumë kontrolle për sigurimin teknik dhe përdorimin e tyre. Të kenë një kujdes të jashtëzakonshëm në mënyrën e përdorimit edhe ato që i trajtojnë. Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial kreu verifikime krahas grupit hetimor të policisë për të përcaktuar shkakun dhe përgjegjësinë për shpërthimin.